Zoti Markoçi ka pasur një thirrje të Spakut për të shkuar në këtë institucion ndaj zotit Iglitare, një ish futbollist i kombëtarës shqiptare dhe drejtues i ekipit të Milanit. Çfarë po ndodh realisht? Sigurisht që thirrja bëhet me rastin e Belinda Ballukut. Çfarë po ndodh realisht dhe si janë të përfshirë futbollistët me politikën, le të themi, dhe mbi të gjitha me pushtetin dhe me tendrat? Që futbolli është përfshirë gjithmonë në politikë, nuk diskutohet, se kështu ka qenë gjithmonë. Futbolli është lujt me futbollin, do të thonë, siç luhet futbolli, futbollistët në fush, politika luan me futbollin. Por thirrja e Tares nuk është e rastësishme. Thirrja e Tares nuk është se ka më për ka përfituar. Por një nga ato lajme që më bëri përshtypje ishte që pas thirrjes së Spakut, domethënë, dhe ftesës që ka dërguar në Itali për të paraqit, dhe ftesa erdhi pa firmë, u kthye pa firmë. Milani e shkarkoi Taren. Nuk dua të them që ishte pjesë e Spakut, por nganjëherë këto koincidencat sikur flasin pak më shumë se sa analiza që mund të bëjmë ne. Dhe bëri një shkarkim. Kjo tregoi që bota është shumë e ndjeshme. E para, dhe e dyta që këta në emrin e futbollit, në emrin e të qenurit futbollist, në emrin të respektit apo të tifozëve që kanë bërë kashi këtyre personave një respekt që ja kanë dhënë i gjithë popullit, e kanë kthyer në biznes, pra respektin e kanë kthyer në biznes dhe janë munduar gjithmonë të përfitojnë dhe sidomos tek partitë politike. Dhe nëse do të shihni pastaj ju thoni për Belinda Ballukun, po ai është thirrë për Belinda Ballukun, po Tarja është thirrë për aferat dhe përfitimet që ka marrë nga Belinda Ballukun. Pra qoftë për troje, qoftë për voltaike, nuk di tjera që kishte në akuzë. Belinda Ballukut, të cilat janë në pjesë e Tares, i përfitimi ka qenë aulontar, ky Iglitari. Dhe kjo me implikon akoma më tepër shoqërinë, themi më tepër shoqërinë shqiptare, sepse tregon atë pjesën që ti duhet të jesh pjesë e partisë, ajo që kanë thënë gjithmonë që këtu po nuk qete partia, nuk zgjedh dot absolutisht asgjë, dhe tregon atë pjesën tjetër. Pastaj vërteton totalisht që Rama ka ndërtuar të mafia në shtet. Mafia kjo është. Nuk është asgjë më tepër se sa kaq. Duhet ta kuptojmë drejt që mafia nuk është më tepër se sa kjo që po bën Rama. Pra duke përfshirë të gjithë, duke përfshirë, domethënë, nga më i thjeshtë deri tek ai më personaliteti, themi, të fushave të ndryshme, qoftë në letërsi, qoftë në futboll, qoftë në art, kemi parë që edhe nga arti, për shembull, janë bërë partner strategjik, nga kultura, pra ka përfshirë të gjithë kupolën në një, e ka blerë, themi më mirë, dhe kjo është ajo që Rama ka ndërtuar, kështu e ka ndërtuar sistemin. Por nga Spaku, pavarësisht gjitha këtyre, nga Spaku prapë do të rikthehem ditës parë kur ka filluar reforma, që unë nuk kam absolutisht asnjë lloj besimi që Spaku do bëjë gjë. E para jo pse nuk i ka burgosur apo nuk i ka bërë, por një talli që i bëhesh, për shembull, ishte rikthimi i Lefter Kokës në burg. Pra se kishte ngel Lefter Kokës edhe 6 muaj për të bërë burgun, pa përshkryer burgun. Me ishte talli për sa kohë ti u ke lënë të gjithë pasurinë. Kjo është talli maksimali që bën Spaku. Pra Spaku nuk ka konfiskuar absolutisht asgjë. Ne nuk kemi meri, të gjithë që janë dënu, shifju pasurinë, të gjithë e gëzojnë pasurinë. Atëherë për çam duhet ky dënimi 6 muaj që pas ka ngel Lefter Koka pa bër, plus kush e nxorri Lefter Kokën? Fut në burg atë që e nxorri.
Llogarit i bën burgu, i bën gjykatë që pun ka Lefter Kokaj i thanë dil doli. Por, unë thash nuk merrem fare me këtë, me dënime. Unë merrem me konfiskimin e pasurive. Sot Spaku, në 8 vjet që ka funksionin e tij, absolutisht nuk ke absolutisht as i konfiskim. Pasurie, paraje që është vjedh i popullit. S'ka asnjë lloj lidhje burgu, mos i fusim burg fare, po t'i marrin pasurinë. Atë që i kanë vjedh popullit. Kur ty të del drejtoresha edhe vazhdon akoma nëpër media e Akshit dhe vazhdon akoma thotë unë jam shpime qera, kur i kanë dalë gjitha dhe nuk preket absolutisht asnjë lloj pasurie, po me ky fond si do bëhet? Duke vjedhur ti dhe duke bërë ti, sepse këtu flitet edhe ndërtohet, por askush nuk ka thënë se ku janë parat, nga vijnë këto para. Pra, Spaku çka ka bërë? Është sorollat kot. Sorollat kot. Kap një hiq, një bjer, një bë, një jo vota, jo kjo, jo e çfarë. Në të njëjtën kohë kur ti ke kryetarin e qeverisë që drejton edhe KKRT-n e madhe, që i jep leje mes bllokut për 50 kate. Mes bllokut ka firmos lejen për 50 kate. Kush e ka këtë? Nga janë këto para. Dhe Spaku nuk bën asgjë. Kap çati kalamaj. Apo merr në kryetar bashkie pse ndrove emrin, pse ndrove mbiemrin. Dënoi ka i vit, shkarkoi ka detyra, por gjithë pasurinë që ka vënë t'i ja lejon atij. Ta gëzoj. Atëherë, çfarë reformë është kjo? Kujt i shërben? Me drejtë i shërben politikës. Një reformë e cila është totalisht politike. Një reformë e kryer nga Sorosi. Me bërë këtë lloj lëvizje, pikërisht për t'i mbrojtë. Dhe atë që po bëjnë akoma këta, po e mbrojnë me vendimin e gjykatës e Kolegjit Bashkuar që bën që nuk duhet të rrinë më në burg. Tashmë s'duhet të rrinë as në burg, që si o merr njëri pasuri, po s'duhet të rrinë më as në burg. Pse? Sepse kjo bëhet për politikanët, e për pushtetarët e lartë, nuk bëhet për popullin. Populli prapë në burg do rri. Populli do rri prapë në burg. Pushtetarët, politikanët do vazhdojnë jetën e tyre normale, pasurinë e tyre normale, pa punuar si ditë kanë miliona, sot kanë dalin me shtëpia me qera. Të gjithë dalin me shtëpia me qera. E gjithë dalin sikur janë parfanjak. Kanë 10 miliona. Janë bërë me prona, me hotele, me motele, me resorte, me ferma, me çdo gjë. Tash me paketën e maleve do t'u japi prapë, këtyre do ja u japi. Se paketa e maleve ka dalë deri në Kavaj. E kuptoni? Paketa e maleve deri në Kavaj. Ç'lidhje ka Kavaja me paketën e maleve, vetëm kryeministri Roni di. Kështu që Spaku nuk ka bërë absolutisht asnjë lloj gjëje përveç se propagandës. Një Spak që nuk vepron. Një Spak që kap një kerruga, po ai që këta i quajnë koka e bandës. Me kë i ka bërë parat këy? Me kë i ka nda parat këy? Me politikanët, me shtetarët. Se po mos ishin politikanët, shtetarët, ai se fuste do të lekun në Shqipëri. Nuk ndërtohet, me kë ndërtoni? Kush ja e blen në ndërtimin? Ram. Pra, këta janë bashkëpunim njëri me tjetrin, për ne i quaj mafia shtet. Jo se kam qef t'i quaj. Por sepse kështu është. Pra, po t'i sinalo, a ishte në zyrë me Ramën, foto? Po,
Tash çat kërkoj më tepër. Ne nuk kemi se Spaku ka thirrë vetëm Iglitari. Iglitari është një nga përfituesit e pushtetit mafioz në Shqipëri. Ka që thjesht. Ka Iglitare këtu sa të dush. Siç ka, thash, artista, ku diu, intelektuale që i quajnë këta. Sa të dush ke. A ky i ka glabru, i ka ble, i ka bërë edhe urdhëro bëjmë sot. Jemi në këtë gjendje që jemi. Por, nëse Spaku do t'ishte vërtet drejtësi, atëherë Spaku ju do ta shihte që buxheti i shtetit do ishte mbushur me parat e konfiskuar. Ne nuk kemi asgjë të konfiskuar. Me 1 milion, apo 2 milion, apo 5 milion euro në të gjithë të Zallamahi, ku vetëm por rrugët e tunelet e shitje detje, e dhënje pronave, pronari dun ja kthe pronën e ja fal një artisti, një klauni atje, apo një futbollist, apo një piktori, apo di unë. E ka bo Shqipëri sikur e ka pronë vet, sa doli dhe me deklaratën që tha do vinë tuaj të blejnë tokë bujësore. Po e keti tokë të babës tatë, keti që do japësh ti tujve. Vikan ta bleka në Shqipëri. Pra kjo është politika këtyre. Dhe është një politikë vërtet sioniste që bën Rama. Dhe Spaku nuk ka bërë absolutisht asnjë veprim. Spaku nuk është i Zoti të marrë dhe të marrë Ramën, ta marrë në akuzë. Edhe ai që quhet, gjoja që quhet më i fortë, Benjamin Netanyahu, që ka mbështetje totale të Amerikës, dhe kur vjen puna shkon para drejtësisë. Në bank të akuzuar, është kryeministër. Është edhe në luftë. Edhe shkon në bank të akuzuar. Nëse ky joni nuk preket me dorë, ky është Spaku. Kjo është drejtësia shqiptare, që e trumpetojnë me të madhe këtë si arritje shumë e madhe. Dhe do shifni në këtë veprime që po bëjnë sot, me atë votim palavoz që bon në kuvend për rezolutën e Bashkimit Evropian, do shifni të ndrohet edhe kushtetuta prap. Prap kam për të ndru kushtetutën këta. Gjoja me ndryshimin e teritorit. Prap do të ndrojmë, prap do të bëjmë për interesat tyre, edhe rrezik ta shkrinjë Spakun fare. Dhe këtu do jemi. Po nuk ndodhi kjo. Kështu që Spaku po të ishte i vendosur të paktën më minimalja, ishte për të justifikuar atë rrogë që marrin. Duhet të kishim vepruar dhe të kishim menduar qoftë një dite për këtë vend. Po nuk kanë në mënyrë absolute jo. E pa që çfarë ndodhi në Kelepa. Një sherr banal, sepse ajo thot unë jam kryetare dhe do vendos unë. Të shkel ligjin se e shkel unë. Jam i çmendur unë, thot. Pra ne na drejtojnë të çmendurit. Ky është skandal. Çfarë po ndodh në Maqedoninë e Veriut? Ajo është pasojë politikës vazhdueshme të shtetit maqedonit, i cili realisht quhet Maqedonia e Veriut, por aty është konglomerat shtetit, domethënë bullgarat janë, serbët janë, turqit janë, rumunët janë. Kështu shqiptarët kanë pjesën më të madhe të popullsisë aty, por janë autoktonë. Pjesë e jona e shtetit shqiptar, pavarësisht se është aneksuar në 44 me ardhen e komunizmit në Shqipëri, por si etni është një etni autoktone me dope, zakone, trojet e veta, çdo gjë është e vetë. Pasi u arrit të bëhej një farë mënyre edhe në kushtetutën e Maqedonisë të bëhej dy gjuha, pra gjuha shqipe dhe gjuha maqedonëse.
Gjithmonë është luajtur karta për të krijuar tensione dhe për mos lejuar që gjuha shqipe të zhvillohet. Ata kanë të drejtën e tyre legjitime sepse tash e kanë edhe në kushtetut dhe kërkojnë një të drejtë kushtetuese. Kërkojnë një të drejtë kushtetuese, por fatkeqësia është sepse partitë që kanë qenë në qeverisjen e Maqedonisë dhe kryesisht Ali Ahmeti është një nga personat të cilët në një mënyrë apo në një tjetër ka arritur të bëjë pengese e zhvillimit të mëtejshëm apo bërjes themi reale të vendosjes së gjuhës shqipe. Megjithëse tash kanë qenë në qeverinë e Maqedonisë, kanë qenë njerëz faktor kryesor si parti ose si entitet Shqipëria ka faktor kryesor në Maqedoni, por realisht nuk ka pas ndonjëherë ndonjë ndikim shumë të madh falet atyre përçarjeve që janë bërë në partitë shqiptare brenda Maqedonisë, por kryesisht do t'ja ve fajin Ali Ahmetit. Ai është personi i cili ka qenë më gjatë në Maqedoni, ai është personi që ka mbajtur në këmbë themi qeveritë maqedonëse dhe që duhet të kishte kërkuar dhe vendosur më shumë për sa i përket shqiptarëve, sepse përveç shqiptarëve aty nuk kanë të drejtë të tjerët më tepër se sa shqiptarët. Nuk duhet ta kenë të drejtë, por realisht e kanë. Greva që po bëjnë studentët është legjitime, thash, por pavarësisht nga rritjet që do të bëhen, pavarësisht nga greva që po bëhet sot, apo ditën e hënë do zhvillohet si grevë, gjykoj dhe ata kanë bërë thirrje, por uroj që populli shqiptar i Maqedonisë t'u bashkohet grevës së studentëve për të drejtën e gjuhës. Do të kuptojmë një gjë, një kom që humb gjuhën dhe humb kulturën, doket dhe zakonet e tij, ai është një popull i cili do filloj të tretet ikë, të zhduket. Gjuha është ajo që e mban popullin. Gjuha dhe kultura e tij. Por ajo që është më thelbësore tek këta është sepse këta nuk po e kërkojnë këtë të drejtë sot për sot, pasi ashtu siç i kam ndjekur provimi i tyre do jepet në gjuhën maqedonëse, sepse nuk ka as kohë për ta bërë këtë punë, për të bërë tekstet, përkthimet, më tash. Por ata e kërkojnë që të paktën minimalisht të filloj vitin tjetër të jetë taksative vendosja e gjuhës shqipe. Ndoshta është një gjë që duhet ta kishim bërë shumë kohë më përpara. Mos kishin lënë terren Maqedonisë dhe serbëve kryesisht për të ndërhyrë dhe për të bërë këtë lloj veprimi. Gjithsesi nuk është edhe shumë vonë, është një kërkesë të cilën unë them se do t'i arrisin dhe do ta qëllimin që do bëj protesta, unë gjykoj se do të arrisi. Uroj që të ketë masivitet dhe vazhdimsi në përkrahje të popullit shqiptar të Maqedonisë, pasi duhet të kuptojmë drejt se nëse nuk ke përkrahjen e popullit nuk mund të arrish asgjë. Pavarësisht se është kërkesë studentore, po ajo është në thelb kërkesë politike, kombëtare, dhe aq më tepër që më vjen keq që partitë politike shqiptare nuk reagojnë apo nuk japin ndonjë mbështetje dhe nuk kanë dhënë absolutisht asnjëherë asnjë lloj mbështetje kështu Maqedonisë, qoftë edhe treve të tjera siç është Çamëria, Malizia apo Kosova. Gjithmonë janë bërë pengesa apo kanë luajtur një politikë asjanjse apo një politikë heshtje. Dhe kjo pastaj ka bërë që shqiptarët jashtë kufirit shtetror themi, janë ndjerë gjithmonë të vetmuar. A mund të rrezikohet një luftë civile nëse gjërat përkeqësojnë më shumë? Që aty kërkohet gjithmonë që të bëhet një konflikt, patjetër që të bëhet, sepse këtë konflikt e para e kërkojnë serbët dhe e dyta e kërkojnë grekët. Janë dy vende të cilat e kërkojnë më shumë apo sponsorizojnë më tepër për të hapur një konflikt. Thash se vetëm arsye është sepse aty nuk është se këta po kërkojnë një gjë jashtë kushtetutës.
ata po kërkojnë brenda kushtetutës zbatimin e kushtetutës, pra nuk po kërkojnë ndonjë gjë që është jashtë kornizës kushtetuese. Por thash grekët edhe serbët janë dy shtete të cilat kërkojnë gjithmonë që Maqedonia e Veriut mos jetë stabile, mos jetë faktor në Ballkan. Megjithëse në një shkrim të vitit 90 do të keq qenë 98, ndoshta unë e kam cilësuar si kuzhineta e Ballkanit. Sepse aty lëvizin gjitha, janë 6 shtete që janë brenda një shteti, gjatë 6 etni të ndryshme që janë bërë në një shteti. Kështu që është shumë e vështirë, por sado që të mundohen, gjykoj se nuk do të jenë të parë të herë që do të futen në stabilitetin e saj, do të jenë amerikanët dhe pastaj europianët. Por amerikanët akoma më tepër sepse e dinë shumë mirë se një konflikt brenda Maqedonisë do të shpërthejë gjithë Ballkanin. A do të kishte bërë më shumë Edi Rama për të mbrojtur shqiptarët në Maqedoninë e Veriut? Jo vetëm Edi Rama, po të gjitha qeverisë shqiptare, e gjithë politika shqiptare. Prandaj thash që është në fillim që më vjen keq që shteti shqiptar dhe qeveria shqiptare në këtë moment që ata janë nuk kanë absolutisht asnjë ndihme apo asnjë mbështetje nga shteti anë. Por gjithmonë pushtetarët tanë janë mësuar vetëm me deklarata, janë mësuar vetëm me disa fjalime apo ndonjë ecejaki të thjeshtë dhe nuk kanë bërë atë që është thelbësore. Nuk kanë bërë atë që është thelbësoria sepse duhet të kuptojmë drejt që edhe atë çka kanë arrit atje në Maqedoni, qoftë për gjuhën, qoftë për flamurin, ata e kanë arrit me sakrifice shumë të mëdha, e kanë arrit me luftë, e kanë arrit me përpjekje. Nuk kanë ndenjur kur duar kryq edhe të vjen keq që gjuha maqedone e shqiptarëve në Maqedoni është gjuhë shumë e pastër, ata kanë ruajtur mjaft mirë gjuhën shqiptare, e kanë shumë të pastër si gjuhë dhe nuk e kanë bërë pis themi si që kanë bërë në Shqipëri, që kanë fut fjalë të huaja. Po të shkosh në Maqedoninë e Veriut, unë kam qenë atje, kam me ata miq atje dhe ata flasin një shqipe shumë pastër. Nuk e kanë lejuar kur që ta basardojnë gjuhën shqipe ashtu siç e kemi basarduar ne këtu në Shqipëri. Ne në Shqipëri kemi basarduar gjuhën në mënyrë më të keqe të mundshme. Ndërsa ata e kanë ruajtur. Por asnjëherë nuk kanë pasur themi një mbështetje apo një forcë reale nga shteti am, duke filluar qysh në kufi, i cili nëse ti do të çosh libra, të paktën më ka ndodhur personalisht, kështu që e di shumë mirë se si ndodh. Nëse ti do të çosh libra shqip në Maqedoni, ata nuk lejojnë, ka një kontroll të rrep dhe kryesisht e kanë për librat. Më tepër se sa çdo gjë tjetër në Maqedoni nuk lejohet të futet libër shqip. Dhe shteti shqiptar nuk ka bërë absolutisht asgjë për sa i përket kulturës apo arsimit në Maqedoni, megjithëse shumë nga këta politikanë që janë sot kanë marrë diploma nëpër shkollat e Maqedonisë dhe dinë shumë mirë se si është atje dhe tek e fundit absolutisht nuk kanë bërë asgjë. Nuk kanë asnjë lloj finance ata ose ndihme nga shteti shqiptar, ashtu siç bën gjithë bota që komunitetet të cilët janë jashtë qytetarëve të tyre mundohen të financojnë, të hedhin para vetëm për të ruajtur atë kulturën dhe për të ruajtur gjuhën. Ndërsa në shtetin shqiptar nuk ndodh kjo. Shteti shqiptar nuk e ka bërë fare këtë lloj gjë, e kanë vetëm thjesht një propagandë të tillë edhe nuk veprimi është zero. Shifni në buxhetin e shtetit. Për të qenë më konkret, nëse do shihni buxhetin e shtetit nuk keni absolutisht asnjë lloj fondi që të jetë për gjuhën dhe të jetë për popullsinë e cila jeton jashtë territorit të Shqipërisë. Zoti Markoxhi ka pasur përplasje në Kosovë gjatë fushatës zgjedhore ku është përfshirë dhe kryetari i komunës së Skënderës, Sami Lushtaku. Si e shikoni këtë zanafill të kësaj përplasje dhe a mendoni që do ketë tensione të tjera gjatë kësaj fushate?
tensioni brenda fushatës në Kosovë do të ketë ashtu siç ka tension edhe në Shqipëri. Shqiptarë jemi dhe kemi edhe gjakun Ballkanas, ne nuk ndryshojmë dot nga ai lloj mentaliteti, pavarësisht sepse në Kosovë është ndryshe dhe ne që jam ndërkombëtarë të fori, dhe është pak më ndryshe, por realisht konfliktet do të ndodhin. Dhe këto konflikte ndodhin sepse politika kosovare nuk arriti dot të zgjidhë një ngërç politik, siç ishte zgjedhja e presidentit, sepse Albin Kurti të paktën minimalisht duhet të kishte bërë një zgjedhje sado po ta quajmë edhe e të dhimbshme, por duhet të kishte bërë një zgjedhje pak pa e kalu vendin në zgjedhje, sepse brenda një viti gjys është Kosova është i vetmi vend që bën tre palë zgjedhje, dhe kjo e rëndon pak situatën, duke qenë se të gjitha partitë politike kërkojnë të fitojnë tashmë sa më shumë dhe fillojnë acarimet apo konfliktet duke i nxjerrë palarat njëri tjetrit gjatë gjithë kohës. Dhe një nga arsyet e cila u bë më e tensionuara, gjykoj se është lëvizja e Vjosa Osmanit, e cila mban përgjegjësi për mua për gjithë atë që ndodh sot në LDK apo në të gjithë opozitën kosovare. Mban përgjegjësi për një arsye të thjeshtë, sepse e para herë që edhe vetë Vjosa Osmani është zgjedhur me votat e serbëve, por ajo që është kryesore është që duke qenë në majat e piramidës, pra duke qenë presidente, Vjosa Osmani nuk duhet të kalonte më në parti politike dhe të kërkonte kandidimin e saj. Dhe me sa duket shqiptarët nuk e kanë kuptuar akoma që politika është ajo pjesë e cila të çon deri në maj, dhe atë kur arrin majën, pastaj themi quhet pension politik, nuk merresh më me partitë. Por duke u marrë me partinë, tregoj edhe një herë që nuk ka qenë një presidente e popullit të Kosovës, pra e gjithë përfshirëse, por ka qenë një presidente partijake. Dhe po t'i veni re në momentin që Vjosa Osmani vajti në LDK, në atë moment filluan tensionet dhe filluan akuzat dhe kundërakuzat për njëri tjetrin. Mirë, por nëse ndodhin akuzat dhe kundërakuza kashi njëri tjetrit, ajo pastaj transmetohet poshtë dhe fillon acarimi i çdo gjëje. Dhe shoh që të gjithë duan patjetër e kuptuan tashmë që nuk mund bëhet me një koalicion për sa i përket zgjedhjes presidentit, dhe atëherë kërkojnë të marrin sa më shumë vota apo numër deputetësh për të qenë faktor kryesor apo për të vendosur ata në zgjedhjen e presidentit. Ndoshta do ishte thash Albin Kurti të paktën minimalisht mos mbate atë barrën boll barra kanë kurris, po mos mbate edhe barrën e futjes Kosovës në zgjedhje. Duhet kishte bërë një tolerim total, jo tolerim, po duhet kishte zgjedhur një rrugë politike, themi, që do të thotë që nuk mund t'i mbash gjitha pushtetet vet. Albini kishte pushtetet e tij, qoftë parlamentin, qoftë edhe kryetarin e qeverisë, pra edhe qeverinë të paktën në këto momente duhet t'i kishte lënë opozitës, duhet t'i kishte lënë presidentit për të treguar që kemi një funksionim të shtetit demokratik dhe ne nuk kemi shteti autoritar i cili duhet t'i mbledhin gjithë pushtetet. Gjithë pushtetet, siç ka ndodhur në Shqipëri, kuptohet se çfarë ndodh kur një person i vetëm i ka gjithë pushtetet në dorë. Dhe ky ishte tensioni i parë në Kosovë, dhe tashmë dalin mas u detyrua, sepse bëri një gaf edhe gjykata kushtetuese, duke e shtyrë, domethënë. Do ishte ndoshta çik më ndryshe nëse do ta kishte futur vendin në zgjedhje me dekretimin e zgjedhjeve nga Osmani, ta kaloti direkt në zgjedhje, por kjo lloj zgjatje me gjykatën kushtetuese, që për mua nuk kishte ndonjë bazë ligjore, po ashtu e interpretuan, bëri që ta acarohet akoma më tepër situata dhe të dalin në këtë lloj konfliktesh, pastaj që dalin edhe me përplasje fizike njëri me tjetrin. Kjo
kjo tregon se kanë inate shumë të mëdha kështu njëri tjetrit. Mos harrojmë se kemi në Hagë edhe 4 liderët e Kosovës. Janë Hagë dhe janë të akuzuar për krime lufte. Kështu që fillojnë ato cicmicet apo ju kanë dalë dikujt i ka dalë emri, dikush ka një inat tjetër dhe duan me çdo kusht tash të mbrojnë veten e tyre. Unë shoh më tepër si mbrojtje të vetes se sa zgjidhje problemit apo konfliktit, se për sa i përket politikës nuk shoh ndonjë politik që bëhet në Kosovë. Edhe në Kosovë ashtu si në Shqipëri më tepër duken si pazare, duken si marrje posti, dhe në momentin që marrin posti pastaj kërkojnë ato përfitimet e tyre personale, po jo për popullin e Kosovës. Çfarë mendoni se do ndodh në këto zgjedhje? Do ketë një rikonfirmim të zotit Kurti apo do ketë një dëm nga zonja Vjosa Osmani ndaj Kurtit dhe ndoshta mund të kemi një rikthim të opozitës në pushtet? E vështirë është ta thuash që kemi një rikthim të opozitës në pushtet, se varet, sepse Vjosa Osmani sado të bëj lëvizjet e saj apo të themi që do thrasi gjithë atë grupimin e partisë saj, me atë partin guxo që ka pas. Nuk e besoj se do të ngrej në një përqindje shumë të madhe tek LDK-ja, e cila në zgjedhjet e fundit shkoi te 21%. Kështu që sado që të ngrej, po themi do shkoj 30% me gjithë bashkimin që kanë bërë. Problemi nuk është tek opozita. Opozita, nëse do të ishte gjitha e bashkuar, thoja se do ndryshonte. Por një opozitë e cila përçahet, një opozitë e cila gjykon apo kanë hatërmbetit e tyre njëri me tjetër, dhe thash hatërmbetit e tyre janë personale, unë më tepër shoh një mbrojtje që kërkon të bëj kryetari i LDK-s dhe Vjosa Osmani, mbrojtje personale se sa përfitoren e opozitës dhe paraardhjen e opozitës si forcë qeverisëse, sepse duhet kishin ndjekur një taktik tjetër, por me sa duket kjo është zgjedhja e tyre dhe nuk mund ndërhysh në zgjedhjen e tyre, domethënë, sepse kështu e kanë formatuar vetë ata politikën e tyre. Por unë thash Nici dhe edhe Osmani më tepër kanë interesat e tyre, sepse ai e di shumë mirë që LDK-ja nuk i ka pozicionet e mira, ashtu si dhe Vjosa Osmani ka dhe i precedent në prokurit të Kosovës. Kështu që nuk besoj se është kaq e thjeshtë, domethënë, sepse janë më të ngatarruara çështjet se sa duken në aparencë. Themi çështja e Kosovës apo politikës kosovare është pak më e ndërlikuar. Plus përsa presionin ndërkombëtar që kanë, mos harrojmë se kushdo që të vi në pushtet në Kosovë, gjëja e parë që do t'i kërkohet ulja në tavolinën e bisedimeve me Vučićin apo Serbinë, gjë që është një gur shumë i rëndë për çdo qeveri që do të vi për të vendosur dhe për të firmosur atë çka kërkon Europa. Sepse Europa nuk besoj dhe nuk kam besuar kurrë që Europa është në favor të interesave shqiptare më tepër se sa të interesave të serbit. Kjo u vërtetua dhe me aprovimin e Europës për sa i përket kampeve apo transferimit të refugjatëve, ajo që unë kam thënë gjithmonë që Bashkimi Evropian Ballkanin e kërkon thjesht për një streh të refugjatëve, dhe aprovimi që bëri Europa duke i dhënë të drejtë Meloni që ta kthejë Shqipërinë pra në kamp refugjatësh, tregon hapur fare që apo themi atë që kam trumpetuar me të madhe me kohë askush se ka dëgjuar, që Europa Ballkanin e do më tepër për kamp refugjatësh se sa për ta futur në Europë. Dhe kjo ndodhi edhe me Kosovën, kjo do ndodhi edhe me Malinezi, pjesën e Malinezi. Dhe dëshirtin që gjithë pjesët e territorit shqiptar në Ballkan do të jenë kampe refugjatësh. Dhe këtu ndoshta vim prapë edhe tek Maqedonia,
kjo që ndodh me Maqedoninë për heqjen e të drejtës së gjuhës shqipe.